Enver Bytyqi, eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare, ka folur rreth situatës në Serbi ku janë bërë sot një vit nga protesta në Novi Sad. Sipas ekspertit, forcat pro-Vučić mund të provokojnë incidente që mund të çojë sipas tij edhe në viktima. Kemi një situatë të brendshme, kemi edhe faktorë të jashtëm. Në situatën e brendshme kemi parë sidomos në gusht se si forcat ekstreme ballafaqohen me njëra tjetrën. Në sheshin e Beogradit, ballafaqimi ka qenë i dhunshëm. Ata që kanë qenë afër Vučićit kanë tentuar të friksojnë protestuesit, por nëse nesër do të kemi të bëjmë me qindra mijëra qytetarë në shesh, forcat pro-Vučić që janë të sistemuar në çadrat pranë parlamentit nuk do ta kenë këtë fuqi që të friksojnë protestuesit. A mund të provokojnë? Po, unë mendoj që mund të provokojnë. Mund të vriten 2, 3 ose 4 të tjerë me synimin për t'i kthyer protestuesit për t'i demoralizuar, tha ndër të tjera Bytyqi. Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanović, është takuar me Papa Leonin, të cilin e ka ftuar për vizitë. Pasi u pyet nga gazetarët nëse kanë diskutuar për Kosovën, Milanović tha se Vatikani është shumë konservator në këto çështje. Ai u takua edhe me sekretarin e Vatikanit Pietro Parolin, por Milanović tha se nuk mund të jap detaje. Kjo tregon se shtetet të veprojnë në interesin e tyre, gjë që nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, por sa kohë që nuk janë dashakeqës ose pushtues, tha Milanović, duke shtuar se ai mbështet njohjen e Kosovës kudo që do të mundet. Unë nuk e bëj këtë për të inatosur Serbinë ose serbët, është thjesht çështje realiteti, tha ndër të tjera ai. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka mbërritur në Hag për një vizitë zyrtare në Holandë. Sipas një njoftimi nga Ministria për Punët e Jashtme, ajo do të pritet nga homologu i saj holandez, David Wavel, me të cilin do të firmos edhe një deklaratë të përbashkët për fuqizimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në kontekstin e mbështetjes për integrimin evropian të Shqipërisë. Në këtë takim, Spiropali do ta falenderojë ministrin e jashtëm holandez për rekomandimin pozitiv që qeveria e tij ka dërguar në parlament për çeljen brenda muajit nëntor të grup kapitullit të 5 të negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Takimi gjithashtu do të shërbejë për të diskutuar mundësi të reja bashkëpunimi në fushat e ekonomisë, sigurisë dhe shkëmbimeve akademike. Gjatë vizitës së saj, ministrja Spiropali do të vizitojë edhe ish presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, në institucionin e paraburgimit të gjykatës speciale. Ajo gjithashtu do të mbajë një leksion të hapur në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Hagës, ku do të bisedojë me studentëve akademik të programit të studimeve europiane mbi agjendën e reformave dhe standardet europiane për Shqipërinë që po ndjek aktualisht. Vizita do të përmbyllet në ambientet e ambasadës shqiptare në Hag, ku Spiropali do të takohet me rrjetin e profesionistëve të rinj shqiptar që jetojnë në Holandë, duke forcuar lidhjet mes komunitetit shqiptar dhe atij akademik dhe profesional europian.